Pentagoni ka dhënë shtëpisë së bardhë dritën një jeshile për të dërguar raketat Tomahawk me rrezë të gjatë veprimi në Ukrainë, duke vlerësuar se kjo nuk do të ndikonte në rezervat strategjike të Shteteve të Bashkuara. Vendimi përfundimtar megjithatë i takon presidentit Donald Trump sipas zyrtarëve amerikan dhe evropian me njohuri mbi çështjen. Sipas rrjetit CNN, vlerësimi i Pentagonit ju paraqit shtëpisë së bardhë në fillim të këtij muaji, pak para takimit të Trump me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington. Zelensky kishte kërkuar furnizimin me raketa për të goditur objektet e naftës dhe energjisë brenda Rusisë, duke rritur kështu aftësinë e sulmit të Ukrainës në territorin rus. Miratimi i Pentagonit ka inkurajuar aleatët evropian të Shteteve të Bashkuara, të cilët besojnë se nuk ka arsye për të vonuar dërgimin e raketave. Dy zyrtarë evropian thanë se vlerësimi i SBA-s eliminon çdo justifikim për mos dërgimin e tyre. Dhe Trump kishte deklaruar disa ditë para takimit me Zelenskyn se SBA-t kanë shumë Tomahawk që potencialisht mund t'i jepen Ukrainës. Megjithatë, zyrtarët amerikanë pranojnë se mbeten sfida operative, si stërvitja e forcave ukrainase për përdorimin e raketave dhe mënyra lëshimit praktik të tyre. Normalisht Tomahawkët lëshohen nga një anije ose në ndece, por marina ukrainase ka pësuar humbje të mëdha. Kjo do të kërkonte përdorimin e lëshuesve me bazë toksore të ngjashëm me ato të zhvilluar nga marina dhe ushtria amerikane.